Rozana Radi zbuloi për goca dhe gra se si jeta i ka ndryshuar pas përfundimit të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Këngëtarja u shpreh se jeta i ka ndryshuar për mirë 100% pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Po ashtu ajo zbuloi kritikat që mori nga partneri i saj dhe çfarë i tha ky fundit për rivalen e saj në lojë Gerta Gixharin. Më erdhi shumë mirë për shkrimin që kishte bërë Rezarta në rrjetet sociale. Të dyja jemi rritur dhe me rritjen tonë mendojmë dhe sidhemi ndryshe. Do e falenderoj shumë pasi në një moment jo shumë të mirë timi në shtëpi, Rezarta doli dhe vendosi pikat mbi i. Për kritikat dhe komplimentet që i bëri partneri, ajo tha: "Nuk duhet i kishe falur disa njerëz", më tha partneri. "Kompliment? Ti për mua je më e mira. Ka parë Gertën që më ka lënduar dhe pastaj doli ajo që unë i kërkova Gertës për të kënduar një këngë së bashku. Më shumë e kishte me Gertën, besoj", u shpreh Rozana.